Për një tri të lindon pas lufte, që nuk është se merret me zhvillimet politike në Kosovë, mund duket krejtësisht e pakuptueshme. Përse për të kësi Ramush Haradinaj që edhe ushtarakët amerikanë përshkruajnë pamjen e tij në luftë si personazh i dal nga filmat. He was almost Rambo-esque. Por ka shqiptar që edhe duan ta burgosin për një shekull madje, ose ta vrasin krejt. Ramush Haradinaj duhet 40 vjet, 50, Është e kuptueshme, një pjesë e mirë vjen nga investimi serb, sepse duke ul figurën e ushtarit UÇK-s, provohet edhe kompromitimi i luftës në tërësi. Por sa shpjegim i plot kë. Figura Ramush Haradinaj, po edhe secili veteran të luftës, për të këtë që larguan kohë lufte, me automatizëm e sjell nevojën për një pyetje. Ndërsa ky luftonte, unë çfarë bëja? Dhe një përgjigje e brendshme, e pakëndshme, se ike, ta krijon nevojën për eliminim të krejtësisht të pyetjes. E kjo pyetje eliminohet nëse eliminon personin që e shkakton, pra veteranin. Prandaj me ashtë mlef një pjesë jo e vogël e njerëzve në Kosovë nuk e dojsh ushtarin, sepse ai rikthen kujtesën që me ashtë mund punon dikush të harroj, se i ikun luftë. Pra, jo domosdoshmërisht urrejt Ramush Haradinaj, po urrejt ajo që ai u kujton për veten një pjesë, sepse borxhi moral psikologjikisht është fort i pakëndshëm. Ma e lehtë, shumë ma lehtë është thuash haj se sen s'ka boas Ramushi, se sa mja rikujtu vetës që derisa Ramushi rrezikonte jetën për lirinë kolektive, ti ikje në kërkim të shpëtimit personal. Prandaj e keni vretur që akuzat që më shumë të pëlqen këtyre kundër komandantëve janë ato se si këta disi nuk janë bashkëpatriot. Ramushin tentojnë ta lidhin me Radoj Qiqin, Hashim Thaqin se deshin ndaj Kosovën e t'i fal tok Malizi. Pra akuzën që më shumë t'i provojnë ta rrisin, ta shpërndojnë, ta përpunojnë, është kjo. Fatkeqësisht, një person tillë se dhe kemi kryeministër. Sa herë Albin Kurti e sheh Ramush Haradinajn, Hashim Thaqin, Kadri Veselin e të tjerë, gjithmonë i kthehet pyetja e njëjtë. Kur këta luftonin, unë çfarë bëja? Albin Kurti nuk ndjen faj për kohën e luftës sepse faj përpunohet dhe nuk prodhon ndjenja negative. Për shembull, ata që ndjejnë një farë faj për mos angazhim, nuk kanë problem me çlirimtarët, madje i duan. A ke qenë pjesëtar i ushtrisë? Jo, më jam tut, jam tut që më kon më të mirë në mosh 43 vjet, vjen marrë me pranu që jam tut e pishajn. Jam tut, se kom pas paret me qitë një 4-5 kallasha në shpinë mu kthy. 4 vllazni jena kon. 2 jenë nik në Amerikë, 2 jena ik në Evropë, dhe më tha që e ka dami tërvizë, ajo normal bre. Albin Kurti ndjen turp, dhe kjo është në urrejtje. E urrejtja shpesh funksionon më së miri si kundërhelm ndaj inferioritetit ose turpit. E turpi kërkon eksternalizim të fajit, pra është mekanizëm i mbrojtjes që hedh fajin të tjetrit. Kjo pastaj çon në agresion, e përfundimisht shndrohet në urrejtje. Urrejtjet një shkallë të frikshme. Çfarë e shohim sot tek këta njerëz që kërkojnë ta pushkatojnë një komandant lufte. Ky person kur thot ta pushkatojmë Ramushin, në fakt po kërkon pushkatimin e turpit të tij. Çlirimi nga ndjen mbytse e turpit, prandaj shumë veta fajsojnë veteranët, sepse kështu e zhvendosin fajin nga vetja dhe fitojnë një ngjësi të përkohshme lehtësimi nga përvoja e dhëmshme e turpit. Në librin Turp e Fajt të June Price Tangjani e Ronald Deering, në një program shumë vjeçar kërkimesh empirike përmes spitsorëve psikologjik dhe përmes metodave kuantitative, kishin gjetur korrelacion të qartë mes turpit, zemrimit dhe eksternalizimit të fajit. Pra, marrja çon në natë, i cili ta mundson fajsimin e tjetrit dhe çlirimin personal. Në studimin e tyre ata nxjerrin përfundimin se turpi ishte në mënyrë të vazhdueshme i lidhur me shpërthimin e zemrimit, mllefin, irritueshmërinë dhe prirjen për t'ia hedhur fajin tjerëve. Pra Albin Kurti, një njerëz që nuk po arrin të pajtohet me të kaluarën e vet, po përpiqet ta shkatrojë dëshmitarin e asaj të kaluar. Ktu qëndron tragjedia më e madhe e marrës së tij, se ai as nuk kërkon falje, as nuk kërkon pajtim, po kërkon armiq. Albin Kurti dëshiron të zvogëlojë komandantët e luftës, se kështu shpreson që zvogëlohet turpi i deklarimit publik kur midis lufte tha I would never pick up a gun.